Unë jam Haxhere Veseli Sulogja nga Shkupi. Shkollën fillore kam kryer në Shkup, të mesmen me korrespondencë në medresën Isa Beut, ku ndërkohë kam arritur ta mësoj edhe ta mësoj Kuranin përmend, ta kryej hifzin. Pasi mbarova hifzin në Shkup, mandej për forcimin e hifzit e vazhdova në Istanbul, në Kuran Kursu Tuba në Istanbul, dhe pas asaj vazhdova prapë studimet në Fazilet, do thotë pasi mbarova kurset e Faziletit, vazhdova në Ankara, fakultetin teologjik, mandej pas fakultetit teologjik vazhdova edhe magistraturën dhe mandej ndërkohë u kthem në Maqedoni dhe fillova si mualime me detyrë në muftinin e Resnës, ku aty arrita pas 60 vjetëve të hapi mësim besimin në Haxhi Murat Kuran Kursu. Në vitin 2004 prapë u kthem në Shkup dhe në Shkup isha një ndër koordinatorët e para të medresës Isa Beu, të paraleles së femrave në Shkup. Pas asaj hapëm edhe, mirëna pak edhe me gazetari, hapëm edhe gazetën turke Yeni Ballkan, shtëpinë botuesi Yeni Ballkan. Po në vitin 2010 e hapa edhe mektepin Tuba, ku në këtë mektep kemi shumë nxënëse, gra të cilat e mësojnë Kuranin famëlar, po dhe njëjtën kohë kemi edhe hafizet të cilat e mësojnë Kuranin përmendësh. Dhe në vitin 2023 arrita për herë të parë ta nxjerrë edhe hafizën e parë, ku nga res ulemaja u dallua si një hafize më e veçantë, pasi që Anesa Bajrami, nxënësja ime, arriti për 2 orë gjys, maksimum nga 10 gjuzë ati lexon, dhe kështu që tash vazhdojmë me hafizet tjera dhe kemi nxënëse në numër shumë të madh. Shkronjat e para në moshën 5 vjeçari kam mësuar te Hafiz Pajazit Sulejman, po mandej e dini regjimi atëhershëm, ishmi të detyruar ta ndërpresmi mësim besimit dhe pas një 7 muajve vazhdova te Hafiz Ali Qahili, që ishte një ndër hafizllarët më të mirë të Shkupit dhe ishte një hafiz i cili kur përmendet Texhviti, menjëherë na u kujtoshte ai hafiz. Dhe dal nga dal pasi bëra, do thotë 3 herë hatme të Kuranit, Hafiz Alia kishte një prinsip, vajzat pas moshës 9 vjeçare nuk i pranonte. Po ja deshti Zoti mu më pranoi dhe vazhdova atje me Hafiz Aliun. Aq tepër lexuam përpos Kuranit dhe rregullave të Texhvitit, Shurutus Sala, mandej librat Nejatul Mumin dhe disa libra tjera në osmanlisht, dhe mandej pasi përfundova klasën e 8, prap pak një pauze shumë të shkurt, 6 muajorëshe, kisha dëshirë të shkoj në mjeksi, isha nxënëse e mirë, por ja deshti Zoti, vazhdova në medresën e Isa Beut, dhe ndërkohë, pasi fillova me medresën, e pashtë të arsyeshme se duhet të mësohet edhe Kurani famëlar përmendësh. Ligjeratat e profesorëve të cilët na mbajshin ligjeratat, edhe pse ishme me korrespondencë, në veçanti disa hoxhallar të cilat mbajshin ligjërata në ditën e xhuma dhe zakonisht na e cekshin se hafizllarët janë të veçuar, të dalluar. Dhe hafizllarët janë sa më afër Allahu xhaleshanuhu dhe për një moment ashtu më lindi ideja dhe shkova te Hafiz Alia, thash unë filloj me hifzin, edhe pse isha femra e parë te Hafiz Alia si hafize, se nuk pranonte deri atëherë femra, dhe unë fillova. Mi po, tash hoqë, unë si do të filloj? Dhe a i tha, fillon prej faqës Vekalu Kunu. E kështu që prej Vekalu Kunu filluam dhe deri në fund vazhduam. Do thot, ne kemi filluar nga një faqe, mandej vazhduam nga 2 derse, do thot, nga 2 derse të reja, dhe pasi që e mbarova devrën, do thot na me devre kemi mësuar, devra e parë, e dyta, 15, pasi e mbarova devrën e 15, unë menjëherë vazhdova 5 devre të reja, do thot, prej 15 deri direkt dola në 20. Dhe kështu që për një afat shumë të shkurt, 11 muajsh e përfundova. Unë çdo herë edhe nxënësve ju tregoj, ka disa sure që janë pak më të rënda, për shembull në xhuzin e 11 kur para se ta mësoj u përgatitja më herët. Mirë po asnjëherë nuk jam dorëzuar, asnjëherë. Dhe pasi përfundova këtu, do të hifzin të Hafiz Aliu, e pashtë të nevojshme se duhet të vazhdojmë me këtë përforcimin e hifzit, dhe kështu që deshti Zoti, shkova në Istanbul,
ishme një grup, një 7 apo 8 vajza të cilat shkuam nga Shkupi, po unë mbeta vetë atje, dhe edhe atje Arita kam qenë shumë me fat, pas Hafës Aliut, një hafiz shumë të mirë, unë shkova në për te mësuesja ime Qibar Vural, që ka qenë një ndër hafizet më të njohura në Istanbul, në Karagümrük Tuba, dhe mendimin e asaj ka qenë pak vështirë që të jem në atë rangun e hafizeve të Stambollit. Mi po ja deshti Zoti edhe atje do të thotë kemi filluar prej rregullat të Çeçvitit, mandej kemi pas rregullat e talimit, tashil huruf dhe kështu me radhë. Mi po ndërkohë në atë Kuran kursën që isha unë atje, ndërkohë na vinke edhe Shehul Kura, Hafës Ibrahim Tanrıkulu, një ndër hafizat më të mirë të Stambollit, dhe prej atij kam pas mundësi të marr direkt dersin talim. Do të thotë ajo bënke në mënyrë të korit, do të thotë profesori e përsërit kja ajetin, na pas profesorit, mandej një nga një të gjithë nxënësit e përsëritshme, dhe mandej për ditën e nesërme na jep ke prap disa ajeta apo disa faqe, do të thotë na edhe pse dishmi përmesh, mi po duhet t'i përmirësojmë mahrexhat dhe rregullat e Teçvidit. Dhe pak ka qenë vështirë për mu, me një pak problem me gjuhën kemi pas. Nga ana tjetër do thotë rrethi, do thotë ti prej një vendi tjetër ke shkuar. Na nuk kemi pas Kuran kurset që vajzat tona kanë ndet në Kuran kurs. Na kemi qenë në mektepe që kemi shku te hoxhallat, kemi dhënë mësimin dhe jemi kthy. Mi po metoda atje e Turqisë ka luajtur një rol shumë të madh. Pas asaj, pasi përfundova, Ibrahim Tanrıkulu më preferoi, hinëm në provim prap në Ankara, pasi kaluam prej provimit të hifzit, më detyroi të shkoj në fazilet Kuran kurse, ishte disa kurse të posaçme ihtisas, do thotë aja e cila dëshiron të bëhet nesër mësuese, mualime, nëpër mektepe duhet në Turqi patjetër të kryejnë këta kurse. Dhe kështu që edhe në ihtisas vazhduam në fazilet. Pas asaj merr lajmi se duhet të shkoj në Ankara për studime, po dhe atje isha një ndër shumë e lumtur pasi që atje kam pas profesorin Demirhan Ünlü, dhe Demirhan Ünlü kur ishte edhe ai Kurra hafës, një ndër hafizlarët më të mirë, dhe profesori i cili ka shkruar rregullat e Teçvidit, ai më kushtozoi. Pasi je tha prej Maqedonie, prej Shkupit, ti do të vish çdo ditë, ne kemi pas do të fillosh me ligjëratat prej ora 8:30 deri në 12:30, 12:30 dhe deri ora 1:30 kemi pas një pauzë në fakultet, se mësimet vazhdojshin deri ora 5. Dhe ai më kushtozoi, nëse don të marrësh 100 pikë nga lënda e Kuranit, ti do të vish çdo ditë ta japësh nga një gjys para meje. Dhe unë isha e detyruar, po me kënaqësi e bëshmi këtë, çdo ditë kemi shkuar para profesorit, që edhe shpesh ma thoshin kolegët, lene sot se nuk ka nevoj, mi po jo, na vesh filluam, dhe arrita dhe para profesor Demirhan Ünlü ta kryem edhe një herë do të gjithë Kur'anin, mande edhe një gjysmëvjetorin e ditë prapë më kushtozoi, edhe në vitin e dytë, dhe kështu që 2-3 vjet me radhë para profesorit pata fatin që ta përforcoj edhe më tepër Kur'anin. Kjo ishte një begati nga ana Allahu Gjeleshanuhu, mirë po, pasi u ktheva atje, na filluam me njëherë me mektepin në muftinin e Resnjës, mirë po atje nuk kisha mundësi me njëherë të fillojmë me mësimin e Kuranit përmeç. Dhe kështu që unë fillova që çdo ditë të lexoj nga 5 gjuza, ndërkohë mukabele të lexojmë, kisha një frikë se mos ta harroj. Kuranin e ceka se kam mësuar për një periudhë të shkurtë, mirë po ta mbrojsh Kuranin me të vërtetë duhet një kohë dhe vazhdimëri. Do thotë çdo ditë duhesh të lexosh dhe mu për atë unë një herë kam pas frikë të marr nxënëse të përgatit për hafize. Mirë po shkaku që mos ta humbi këtë dhe shkaku që ta mbrojmë Kuranin famëlar, unë vetveten e kam kushtëzuar, dhe siç e shihni këtu, ne kemi hapur edhe vetë mektepin Tuba, jemi në bashkëpunim me muftinin e Shkupit, do të thotë se pas plan programit të muftinisë së Shkupit punojmë, mi po të njëjtën kohë dhe fillova me një hafize. Mi po shumë mirë kalum, edhe nxënësja ishte e mrekullueshme, mi po në këtë punë nuk ka orë të saktuar. Hafizi asnjëherë nuk është i lirë, do të thotë çdo herë ka obligime të shumta. Dhe për këtë punë, për mbrojtjen e Kuranit, ta mbrojsh dhe inshallah deri në ditën e fundit do të mundohemi edhe sa më mirë ta mbrojmë, duhet të ketë disiplinë.
Profesorët apo hoxhallarët tonë, mësuesit tonë kanë qenë pak më të rept. Dhe do të thotë ne nuk kemi pas kësi marrëdhënie me hoxhallarët tonë. Do të thotë ne kemi mësuar dersin, ne kemi dhënë dersin dhe kemi pas një distancë, kemi pas shumë si t'ju afrohemi. Mi po ne sot për të nxjerrë hafiz, apo për të përgatitur një hafiz apo hafize, ne besoni maksimumi me japmi, vetëm e vetëm, të jemi sa më afër me ta, jemi në bashkëpunim. Unë për shembull hafizeve nuk ja caktoj orën, tham kur t'jesh gati lajmëromu. Unë jam e gatshme të ndëgjoj. Dhe nga ana tjetër është shumë e rëndësishme se në këtë udhëtim, jo vetëm mësuesi dhe hafizja e cila mëson Kur'anin përmeç, po edhe prindërit e nxënësës janë shumë e rëndësishëm. Se ndodh shpesh që prindërit nuk ta kupton apo nuk e dinë rëndësinë e kësaj. Dhe kështu që ai tregon që është shumë me rëndësi. Dhe nxënësët e sotit, unë e tham, janë pak me mafat, kanë mafat më të madh. Mirë po, ne kemi qenë më kushte pak më të vështira kemi mësuar Kur'anin. Me janë kemi qenë nxënëse me korrespondencë, anën tjetër ishme të detyruar të mbajmë edhe ligjërata nëpër xhami, t'i hapim dyert e xhamive, dhe kështu që hiç pa dash në moshën 16 vjeçare kam pa vetin në qursi. E ta shpesh tham, a bona mirë apo keq? Pikpyetja. Përderisa isha në Fati, në Mektepin Tuba, atje ne kishme të ndaluar të dalmi jashtë konviktit dhe kishme një orar të mrekullueshëm. Tan ditëm kishme obligime. Dhe ëndër e kam ta bëjmë një mektep, një Kur'an kurse të tillë, po inshallah do të realizohet. Ne me posa e fashmi namazin e sabahut, kishme uniforma të posaçme, me shamia të bardha, po dhe me çorape të bardha, të falmi namazin dhe të shkojmë të hajmë një herë mëngjesin. Pasi e hajshmi mëngjesin, ne vazhdojshmi me 2 orë përsëritje. Do të para se të fillojmë mësimi, kishme 2 orë përsëritje. Dhe pasi e përfundojshmi përsëritjen, prap shkojshmi, mirshme abdes dhe veshmi uniformën tjetër, do thotë shallin me ngjyrë të tjetër dhe me çorape të zeza dhe me këpusa të lame, të pastërta. Edhe kështu që dilshmi para mësuesës, ku mësuesja kur vinte në klasë, ishme 27 nxënëse atje dhe vetëm na pyetje kush e ka dersin gati. Dhe nëse ti në ato orët e para nuk je arritur ta japish mësimin, ti je do të thotë pas dite, se rendi është shumë i madh. Dhe pas asaj, kështu që vazhdonte dita, prap pas dite, pasi e falmi namazin e drekës, ne kishmi patjetër të hajmë ushqimin, të bëjmë prap përsëritje, dhe kështu që tan ditën kishmi talim, tan ditën kishmi mësime të cilat duhesh të ti mësojmë. Mirë po, pak tash se Tuba ka qenë si ushtri, një shkollë e ushtrisë, ka pas shumë rregulla. Dhe në Tuba të futesh nuk ishte shumë lehtë, po unë me një iniciativë të një kolegës nga Shkupi, Mualla Abdi, ajo ka mësuar atje Kur'anin, përmes asaj atje arrita. Dhe kur arrit atje, me njëherë atje drejtoresha që ishte zonja Ajten, ma dha këtë mua. Tha ti ke ardhur këtu, mi po tha ti duhesh ta dish se kur të dush nuk mund të dalish prej këto. Duhesh ta dish se në 6 javë njëherë ke të drejta të dalish. Mirë po, edhe atë me lejen e prindërit. Dhe kështu që babai im prej Shkupi ishte i detyruar të vije dhe të jep leja, atje kam pas kushërinë e babait, tezën, motrën e nanës dhe bashotin e saj, vetëm këta kishen të drejta të vinë dhe të marrin. Edhe atë përpos ditës së premte pas dite, do të përfundojsh mësimet, pas dite dhe të dielën ora 2:30 të jesh në kurs. Ka rregulla për arsye se në të dielën duhesh të përsëritesh dhe të përgatitesh për ditën e hënë. Dhe kështu që është shumë interesante këtë hala e ruaj, do thotë çfarë date ki filluar, ki dal, çfarë date dhe sa ora ki brenda dhe sa ora ki dal. Dhe kur nuk më harohet, atë javë që fillova, pak rand ishte për neve, një shoqe shumë e vogël, Sema, në moshën 9 vjeçare, dhe qante. Dhe nëna vetë tha, do të rish këtu, do ta mësojsh Kur'anin. Dhe kur e pash se Sema shumë e vogël, këtu mu merr turp se unë pak më e madhe, dhe nëna vetë kështu i tha, unë nuk dua të qaj në ahiret, ma mirë të qaj, tha, do të vendosa të qaj në dynja. Dhe është një ndër fjalët shumë që më preki dhe pa kur farë problemi vazhdova të ri në atë konvikt.
Ju kisha preferuar të gjithë ata të cilët kanë vendosur ta mësojnë Kuranin famëlar, të jenë të vendosur, ta dinë se çka kërkojnë prej Allahu xhaleshanu. Një ndër ligjëratat të cilat shpesh e kemi ndërgjuar ne në Shkup ishte hafizllarët janë më të dashur dhe të veçuarit tek Allahu xhaleshanu. Kjo ishte fjala prekset e unë. Dhe duke marrë parasysh se nuk është një punë e lehtë, ato duhet të jenë të vendosur, duhet ta dinë se çfarë pune kanë filluar, duhet sa më shumë të bëjnë përsëritje. Ajetet të cilat i mësojnë duhet s'paku të ulen dhe t'ja mësojnë edhe kuptimin e tyre. Nga ana tjetër, ata duhet ta dinë se nuk kanë kohë për zbavitje, duhet pak të izolohen, të largohen prej disa punëve të shoqërisë të rrethit, dhe është mirë shpesh disa punëve që ju thojnë nuk vi apo nuk marr pjesë. Se hifsi do përkushtim, do vëmendje dhe do kohë. Nëse kanë vendosur të bëjnë hifsin. Po unë ju kisha preferuar, nëse doni të jeni në atë grupin të cilat Allahu xhaleshanu do thotë lexoni Kur'anin, siç e keni lexuar në dynja, dhe urdhnoni futuni në atë xhenetin, po në atë xhenet do të futemi me atë ajetin të cilin e keni lexuar, ajetin e fundit. Atëherë le të urdhnojnë, ta mësojnë Kur'anin, por mbesni me shpresë që Kuranin jo vetëm ta mësojmë, por edhe inshallah të vdesmi si hafizet të Kuranit dhe të dalmi si hafizet të Kuranit para Allahu xhaleshanu.